Tmerr në varrezat e Sharrës, i vdekurit del nga arkivoli teksa po e varrosnin. Një moment as pak i këndshëm i është shtuar dhimbjes së familjarëve që po përcjellnin të ndjerin ditën e diel me nderimet e fundit në varrezat e Sharrës në Tiranë. Është mësuar se ditën e diel pas mesdite, teksa në varrezat e Sharrës zhvillohej ceremonia mortore e një personi, punojësit e bashkisë që ndihmojnë në këto raste për të futur arkivolin në grop janë treguar të pakujdesshëm dhe kanë shkaktuar një situatë të sikletshme për shumë persona të njohur dhe të panjohur që gjendeshin aty. Në momentin që ata ngriten arkivoli militar, ai është këputur dhe trupi i të ndjerit ka dalë nga arkivoli duke e rënë përmbys në baltë. Ashtu të traumatizuar dhe të pataksur të afërmit të ndjerit kanë munduar ta vendosin sërish trupin në arkivol dhe janë kujdesur që procedura të mbaronte shpejt për të mos pasur një incident tjetër të frikshëm.